Në kampionatin republikan të volejbollit në kategorinë e meshkujve, gjatë fundjavës janë zhvilluar ndeshjet e Xhiros së 9 të sezonit vjeshtor. Derbi javës që u zhvillua në Shtip mes ekipit UGD Shtipi Strumica ka përfunduar me fitoren e ekipit kampion 2-3 në sete. Për ekipin vendas ishte kjo disfata e parë në këto pjesë të kampionatit. Liria Zherovianit ka regjistruar fitoren e tretë radhazi, kësaj radhe në transfert mundi Janta Volejn me rezultatin maksimal 0-3 në sete, 12-25, 17-25 dhe 16-25. Me këto 3 pikë, Liria me 11 pikë ngjitet në pozitën e 8. Fitore në transfert ka regjistruar edhe Universiteti Tetovës kundër Sushevës 1-3 në sete 21-25, 23-25 dhe 19-25. Universiteti Tetovës tani me 17 pikë mban pozitën e 5 në tabel. Shkëndia edhe në këtë xhiro ka zhgënjur tifozët pasi në Tetov pësoi nga Rabotnički 1-3 në sete 22-25, 16-25, 25-22 dhe 12-25. Shkëndia me 13 pikë vazhdon të mban pozitën e 6. Rezultatet janë këto: Vesna Probishtip Skopje 3-1, Susheva Universiteti Tetovës 1-3, Shkëndia Rabotnički 1-3, Janta Volej Liria 0-3 dhe UGD Shtipi Strumica 2-3. Tabelën kryeson UGD Shtipi me 25 pikë, para Strumicës që ka 24 dhe Rabotničkit me 21 pikë. Sa u përket ekipeve tetovare, Universiteti Tetovës me 17 pikë mban pozitën e 5, Shkëndia me 13 pikë është në pozitën e 6, ndërsa Liria në pozitën e 8 me 11 pikë.